Rusia dhe Kina sigurisht nuk do të donin që Irani të binte në duart e Amerikanëve dhe Izraelitë. Kjo është pa diskutim. Pse? Për një mjesë arsye, do të jetë shumë afër me ta, është një fuqi e madhe, tjerë kontrollon gjithë pjesën e afrohet Kinës shumë më tepër. Pra ato në një farë mënyrë kanë bërë incognito dhe do bëjnë akoma më tepër nëse SBA do të futet në konflikt. Kjo është padyshim. Filluan deklaratat e rusëve, filluan deklaratat e Ministrisë Jashtme ruse, etj, që në qoftë se konflikti do të marrë, SBA do futet në konflikt, pasojë do të tmerrshme, etj, pastaj do vi të trashë gjua dhe nëse do të ketë përfshirje të SBA-s në Iran, atëherë do të kemi pastaj aksione konkrete me ndihmat caktuara, me armatima speciale. Po kështu edhe Kina. Kina e bëri këtë me Pakistanin. Pikërisht nuk donte që India si aleate e Izraelit dhe SBA-ve të fitonte me Pakistanin. Dhe paprit pas Pakistani nga hiç në doli që rrëzoi 5 avione mundi Indinë. Këto tregojnë që si Rusia, si Kina nuk e duan gjë të tillë. Përsa i përket vendeve arabe janë të ndara. Kemi vendet arabe, kemi Turqinë, kemi edhe Siria si aneksi i Turqisë të rast. Në vendet arabe janë dhe kryesisht me SBA dhe me Izraelin. Domethënë nëse Bin Selmani sot bëri deklaratë që ishte tamam deklaratë si pro Amerikës, pro Izraelit. Ishte Ministrisë Jashtme Izraelite si deklaratë, doli tamam në pozicionin që është vetë. Po kështu edhe Egjipti kanë të njëjtën qëndrim së bashku, Katari shik më ndryshe. Pra, po fillon dhe përvijohet... A është vdekje humanizmit kjo? Jo, humanizmi jo Turqia. Jo, unë vdes me njeriu. Jo, Turqia jo. Turqia ka diskutim fort vetëm kundër Izraelit. Baton një minutë. Është shumë ma hoqe. Ideja juaj, më fal. Okej, sepse pra ideja është që nëse do i marrim me radhë, për të rënë shkurt gjithë klasën e tjerët, nëse Turqia ka tjetër diskutim. Ka tjetër natyrë, ka rivalitet midis Iranit dhe Turqisë, rivalitet që është i hershëm, që ka edhe bazë fetare, midis shiizmit dhe sunizmit, por edhe me influencave në rajon. Pra Irani sa ka fal dhe sa fal asnjëherë Turqisë që i mori Sirinë, domethënë në brenda 10 ditëve. Turqia ka pikpamjet e veta, nuk e pëlqen Izraeli, patjetër ka thënë haprazi, është në retorikë, nuk është në veprim deri tani, por me çfarë shikohet, ka një plan i cili u shpreh pardje, me sa pashun, që ne do të bëjmë, domethënë do të futemi industrisë së raketave me rrezet të gjatë veprimit, që unë besoj që do të kenë bërë, por kjo është deklaratë zyrtare, për treguar që ne për të përfshirë në konflikt do të jemi pak a shumë në parametër që Irani është konflikt me të tjerë. Sepse me sa shoh ylli, nëse ngjarjet shkojnë kështu, do të shkojë drejt një konflikti të natyre. Unë mendoj që Izraeli ka qenë dhe vazhdon të jetë strumullari kryesor i prodhimit të konflikteve në rajon dhe ka prodhuar gjithmonë. Përdor gjithsesi për këtë i përdor konflikt, përdor narrativen e vetë persekutimit, përdor narrativen e terrorizmit, përdor narrativen e të drejtës së vet, sikur as populli nuk pas ka drejt për të vetë mbrojt. Dhe sa herë tjetë aty, dhe sa herë të ketë mbështetja, do prodhoj konflikt. Dhe ky konflikt i përhershëm do të përfshijë gjithë vendet të lindjes mesme. Qartë. Unë mendoj që Izraeli me këto konflikte përfundon qenin të viktim dhe viktimizuar më, dhe ajo që i ka ndodhur gjatë luftës së dytë botërore, më në narrativin e tyre nuk do ekzistoj. Kjo është e para. E dyta që unë mendoj që tash Izraeli si shtet është, sikur gjitha shtetet tjera, në nuk përfiton asgjë nga e kaluara. E treta, unë mendoj që e pashmangshme është ramja e Ajatullahut, po shihet nga avioni, dhe duhet edhe një pikë tjetër e konfliktit. Besoj që Tajvani është i pashmangshëm dhe hyrja e Kinës në Tajvan. Gati nuk ka një rrugë tjetër mas hyrjes së Amerikës në Iran. Se Amerika është prezente, tjetër që nuk e pranojnë, është edhe ushtarakisht edhe mendime dhe se ka shpallë zyrtarisht, por na nuk jemi të verbër për konstatuar se ajo s'është brenda këtij konflikti. Dhe nëse Irani bie dhe Ajatullahu bie me Amerikën, unë besoj që radha i bie Tajvanit. Dhe kur këto tri pika bashkohen, atëherë takimi i Jaltës së re është i pashmangshëm. Me shpjegu me thjeshtësinë më të madhe, kjo është e ardhmja. Unë besoj që gjatë këtij viti
Nuk ka asnjë që po hymë një rend të ri botror, Shumë parashikimi guxim, shumë shkry. po hymë një rend të ri botror ku fuqia nuk është më Po tek flas ata. me logjik politike. Ideja e Batonit është që po hymë në një rend të ri botror, ku fuqia nuk është më te ata që udhëheqin, por që te ata që durojnë më gjatë. Tani, dy pyetje kam unë me që marrin secila nga 2 minuta. Kush të jetë mjaft që mendon që të përgjigjet secilës prej tyre? Shqipëria, unë e pyet edhe ministrin, ka streuar për më shumë se një dekadë opozitën iraniane. Nëse përplasja Izrael-Iran përshkallëzohet, a rrezikon Shqipëria të bëhet po jo në objektin në një goditje indirekte apo hakmarrje hibride? Me një fjali, të gjithë këta që janë këtu, Shqipëria ka të drejtë t'i largojë në një Iran i cili nuk e ka Ajatullahun. Kjo është e sigurt dhe një pjesë e tyre do mbetet, Do ikin vetë. një pjesë e tyre do mbetet, por shumica e tyre do Do ikin. më thënë ikin vetë. Po, ikin vetë. Ikin vetë Anda në kampusit- rast se bie Ajatollahu, sepse këta janë Redi? opozita e tij dhe do vend të luftojnë për pushtet, për të marrë Po, dhe pushtet. edhe drejta- Janë alternativë. Pra janë alternativa, janë opozita. Janë alternativë. Redi, dhe Bushati? Unë nuk e mendoj krejt ashtu, thashën përpara, mund të binë Ajatollat, por edhe mund mos binë. Nëse binë, do Jo, ja bjen, ja nuk bjen. jo, Po ra është fjala, po ra. Po flasim po ra. kam dy opsione. Domethënë, unë mendoj Dy që opsione ekzistojnë gjithë. Okej, po unë mendoj që nëse thuaj që binë Ajatollat, do të krijon kushtet për të rënë. Unë e thash përpara, që të binë ata me bombardime, duket pak e vështirë. Që mu ta vrasin, presidenti që jemi në Amerikë ato tani, Ajatollat e zëvendësojnë pa parasysh për gjithçka, si zëvendësojnë si Masqevi, Mund të kupton? cilët aty. O ylli, një sekond. Domethënë, Rënja prezumon hyrje me trupa. pra kjo është. Nuk Pra, bie pa hyrë me trupa. ty mu ta vrasin, ore mu ta vrasin atë çakaj Kamenej. Po ta zëvendëson me Një Kamenej tjetër. tjetër, Nipi Kamenejit. Po një nipi ti. E vë ty. Kura? Vjen nipi. Pra, Ajatollah është strukturë qeverisë, është mentalitet, nuk është një individ. Dhe ky thot do ta vras atë, po e vrave, po do ta zëvendësojmë tjetër. Bien nëse ti e shkatërron me bombardime, hyn toksore, bën që i bën Irak në Afganistan dhe megjithatë, baton, megjithëse kanë bërë këtë në Irak dhe Afganistan, të dyja kanë rënë dorë më ekstreme. Njëra ka rënë dorë Tiranit, tjetra në dorën e Bajatollit e tyre, çanta Taliban. Atëherë pyetja e fundit. Çike vështirë ja. Okej, mos baton se s'kemi, se nuk kemi. Do jemi më pas, të javën që vjen. Kryeministri Rama është një nga liderët më të afërt me Izraelin e Evropë, siç e shohim. Dhe ka mbajtur qëndrim të palëkundër ndaj Izraelit. As ka dilem, çashtu është. Edhe ministri tani ishte te linja dhe foli dhe tha gjërat. Se s'është me Italinë, si ishte me Merkelin, si ishte... Ore tani po themi për këtë problem. Ora ishte më i afërt me të gjithë më. Me Erdogan. A e forcon kjo gjendje pozitën geopolitike të Shqipërisë baton Washington, shkurt fare, apo e fut në një në rrezik në një botë që po ndahet me saksesh? Unë vetëm një gjë e di, që e kam gati bindje që pozicioni i Ramës në Washington shkon përmes Izraelit. Pozicioni i Ramës në Washington thuaj shkon përmes Izraelit.